Mirë se takohemi sërish në takimin e javës. Allah ju shpërbleft për prezencën tuaj. Në fakt, këtë javë doja të mbyllja me një ligjërat e cila është e nevojshme për gjithë secilin prej nesh, se nuk ka dyshim që një besimtar të jetë pjesëtar i muslimanëve me moral të mirë që Islami kërkon, është shumë e rëndësishme dhe lidhur ngushtë edhe shoqëria me të cilën ky besimtar shoqërohet. Ne kemi folë shpesh për shoqërinë e mirë, benefitet që ajo ka, mirësitë që ajo ka, por inshallah do ta shikojmë pak me detaje këtë çështje, sepse shoqëria e mirë me të vërtetë është një pjesë e rëndësishme e jetës e cila në perspektivën islame jo vetëm që ka të bëj me mirësitë e kësaj bote, por është shumë e lidhur ngushtë edhe me botën tjetër. Prandaj dhe ka peshë dhe rëndësi të veçantë kjo temë. Po t'i vëmë re, për shembull, populli në vetvete me kalimin e kohës, çfarë bën? Dalin disa fjalë të urta, që ne quajmë fjalë popullore, fjalë të urta, të cilat vijnë edhe si eksperiencë e njerëzve, e jetës që ato kanë kaluar, por mbi të gjitha mendoj që duke qenë se alhamdulillah populli jon vjen për një traditë të hershme të besimit islam, këto fjalë të urta më pas kanë marrë një kuptim edhe duke pas bazë fetare, qoftë të Kuranit famëlar, qoftë të hadithit profetit alayhis salatu wassalam. Për shembull, nga dy fjalët më të bukura që ka gjuha shqipe si fjalë të urta në këtë çështje është që gjeje shokun më të mirë se vetja. Gjeje shokun më të mirë se vetja. Kjo është një fjalë me peshë të madhe, edhe nga perspektiva islame. Gjeje shokun më të mirë se vetja, apo më thuaj me këri, do të them se kush je. Edhe kjo ka një mesazh shumë madhështor. Dhe nëse të dyja këto do t'i shikojmë në perspektivë më të gjerë, që si ka mundësi që këto fjalë të marrin kaq vlerë dhe peshë të madhe në një shoqëri, ne këtë shikojmë më pas në ndritën e argumenteve fetare që do t'i trajtojmë së bashku sot. Sepse në vetvete njeriu është një qenie e cila është e krijuar e tillë që nuk mund të jetojë pa njerëz, nuk mund të jetojë pa shoqëri. Është natyra jonë që kemi nevojë të kemi miq, të kemi shok, të bëjmë aktivitete, të jetësojmë jetën tonë, të japim ngjyra jetës tonë, se nuk është jeta vetëm xhami, shtëpi, mbyllur mbas 4 murve. Njeriu ka nevojë të argëtohet, njeriu ka nevojë të gëzohet, gjitha këto në perspektivën e halallit, që ti përderisa je në halal ke të gjithë të drejtën e Zotit që ta ka dhënë atë leje që të gëzohesh, të kënaqesh, e të jesh njeriu më i lumtur në jetën e kësaj bote. Dhe këtu e ke lejesën, e ke miratimin e Zotit subhanahu wa taala. Por patjetër që njeriu gjithë këtë gëzim do ta bëjë me shok, me miq, me të afërm, me njerëz të gjakut, me farefisin e tij. Dhe vetë kjo më pas kur e shikon ti që kjo rrënjoset më pas në shoqëri, e supozojmë dikush që ka qëllim me bë një dasëm, gjëja e parë që do bëjë është do nxjerrë listën e njerëzve që do të ftojnë dasëm. Me kë ka marrëdhënie, me kë ka miqësi, me kë ka hyrje dalje, sepse kështu është i gatuar njeriu. Apo kur ne na ndodh një fatkeqësi që ne e quajmë, një njeri i dashur largohet nga jeta, menjëherë gjëja e parë që ne presim është ngushëllim nga njerëzit që ne duam, nga njerëzit që ne kalojmë ditën, nga njerëzit që ne shoqërohemi. Pra është shumë e rëndësishme kjo pjesë që njeriu të ketë një jetë pra në këtë drejtim në marrëdhënie me njerëzit, por gjithmonë ajo çfarë synojmë neve si besimtar është që në çfarë do lloj situate jeta të kanalizohet drejt kënaqësisë Zotit dhe të rrim larg veprimeve që mundemi të meritojmë hidhërimin e Allahut subhanahu wa taala. Dhe kështu do të ketë një shembull të bukur nga jeta e profetit sallallahu alaihi wasallam, ku tregohet se një nga medinasit shkoi tek profeti sallallahu alaihi wasallam dhe u mërzit. Shkoi i mërzitur dhe i tha profeti sallallahu alaihi wasallam kur e pyeti ai pse je i mërzitur, i tha çfarë ka ndodhur me ty? I tha se o i dërguar i Zotit, të shohim çdo ditë ty, të duam
je miku jon më i afërt, je profeti jon, je shoku jon më i mirë, ishin njerëz që e donin shumë profetin sallallahu alaihi wasallam më shumë se vetja e tyre. Por po mendosha, tha, dhe më kapi pikëllimi, mërzitia, se kur na merr malli për ty, pra për një personalitet si Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, vim edhe të shohim, vim ke shtëpia, të takojmë, e heqim pak atë mall, të përqafojmë, të flasim me ty, marrim me këshill prej teje. Por kur e mendova më thellë, thash, ti do të jesh në xhenet me profetët, do të jesh në xhenet më të lartë, ai kush jam mund të jem në xhenet me ty, edhe po u futa, do të futem shumë poshtë në grada në xhenet, nëse do Allahu që të më bëj për xhenetlive. Po ky ishte i sinqert në këtë marrëdhënie dashurie shoqërore që e donte profetin sallallahu alaihi wasallam, dhe është shumë interesante se profeti sallallahu alaihi wasallam përgjigjen nuk ja dha vetë, por erdhi një ajet që u shpall nga Allahu subhanahu wa taala, ajeti i 69 i surës Nisa, dhe është një ajet shumë i bukur. Dhe Allahu tha për këtë pyetje, që pra ideja, kjo dashurie sinqert e miqësisë dhe shoqërisë për hatër të Zotit, ku e ka përfundimin? Përderisa këto njerëz kanë këtë marrëdhënie në këtë botë për hatër të Allahut dhe që nuk kanë asnjë interes për sa i përket interesave të kësaj bote, sepse ka një përkufizim shumë të bukur të shoqërisë në Islam. Shoqëria në Islam lidhet vetëm për hatër të Zotit, që i bashkon ajo çfarë që kënaq Allahun, i bashkon ajo që kënaq të dërguarin Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, i bashkon rruga e së vërtetës, rruga e profetit alaihi salatu wasallam, me qëllimin e përbashkët që të fitojmë kënaqësinë e Zotit, të fitojmë xhenetin. Dhe shoqëria në Islam nuk është lidhur kurrë me interesat e kësaj bote, asnjëherë. Edhe është mrekulli e përgëzimit profetit sallallahu alaihi wasallam kjo shoqëri, më pas ku thot, ditën e gjykimit do të jenë 7 kategori njerëzish në hijen e arshit Allahut. Atë ditë ku nuk do të ketë hije tjetër përpos hijes së arshit e tij, 2 njerëz që e kanë dashur njëri tjetrin për hatër të Allahut subhanahu wa taala. Kaq vlerë të madhe. Dhe perspektiva e marrëdhënies shoqërore me njëri tjetrin besimtarët e shohin në këtë prizëm, që të fitojnë kënaqësinë e Allahut subhanahu wa taala. Dhe Allahu do të shpallte konkretisht për këtë ndjenjë shoqërore, që ku do të përfundoj kjo, përderisa është për hatër të Zotit. Dhe në surën Nisa 69 Allahu tha: "Wa may yuti Allaha war rasul fa ulaika ma'a alladhina an'ama Allahu 'alayhim minan nabiyyin was-siddiqin wash-shuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa." Kush i bindet Allahut dhe të dërguarit të tij, do të jetë me ata që i ka begatuar Allahu. Do të jetë së bashku me ata që i ka begatuar Allahu, pra në xhenet. Po me kë? Me anebijin, me profetet, siddiqin, të sinqertët, shuhede, dëshmorët, shahidet, dhe salihinet, dhe të mirët. Dhe sa shok të mirë që janë ata, do ta përshkruaj Kurani familjar. Sa shok të mirë që janë ata. Po një përgëzim akoma më të bukur të profetit sallallahu alaihi wasallam, tha do të jenë njerëz ditën e gjykimit që do t'i kenë zili edhe vetë profetët. Do t'i shikojnë lartë në xhenete me pozitat të larta, dhe xhenetlit kur t'i shohin këto njerëz të veçuar në aq pozita të larta, saqë edhe profetët, thotë profeti alayhis salam, do t'i ketë zili. Pra kuptimi është se aq vlerë e madhe ka marrë kjo puna që kanë bërë këto njerëz, saqë e përkufizon në këtë formë profeti sallallahu alaihi wasallam. Sepse ne e dimë që grada më e lartë e xhenetit është e profetit sallallahu alaihi wasallam. Por këtu ka një krahasim për të kuptuar vlerën e punës me atë çfarë ty po të krahasohet që janë profetët. Që në vetvete kjo është e pamundur si krahasim, por shohim që në tekst vjen në këtë formë. Dhe kur të pyesim me njëri tjetrin, po kush janë këta njerëz? Ata që e kanë dashur njëri tjetrin për hatër të Allahut në këtë botë. Aq vlerë të madhe i ka dhënë Allahu subhanahu wa taala kësaj dashurie të sinqertë për hatër të tij. Dhe përkufizoi Kurani sa shok të mirë janë ata. Pra nuk ka shoqëri më të mirë se kjo. Subhanallahu, imagjino që vetëm për hatër të Zotit, qëllimi i sinqert që ta duash dikë për hatër të Zotit, vëlla musliman, që ty s'lidh ndoshta gjak me të, s'lidh asnjë gjë tjetër, por vetëm ju lidh besimi, ju lidh Islami, arrin që të fitosh
sevape të mëdha vetëm në bazë të njetit dhe sinqeritetit tënd në marrëdhënie me atë njeri. Saqë të meritosh të jesh së bashku me profetët në xhenet. Të jesh me siddikinët, që është kategoria e Abu Bekrit Siddik, të jesh me dëshmorët, që është kategoria e Hamzait, e Omerit, e Uthmanit, edhe punë të mirët pastaj që është akoma dhe më e përgjithshme kjo. Kurse në një version tjetër, këtij njeriu që erdhi profeti sallallahu alaihi wasallam, që edhe këtë për shkak të mallit, është e ngjashëm me atë hadith që thoi dërgumi i Zotit, na merr malli për ty, ti do të jesh në xhenet me profetin, ne do të jemi poshtë. Profeti i si u përgjigj, el maru ma man ahab. Nëse e ke dashuri të sinqert, dije se Allahu do të ringjallë me atë që ti don. Njeriu do të bashkohet në xhenet me atë që don në zemër. Dhe sa e rëndësishme është që zemra jon, dhe këtu vjen mësimi i parë, që sa e rëndësishme është që zemra jon të orientohet drejt dashurisë të shokut më të mirë që ne kemi, Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Dhe të orientohet zemra jon dhe drejt dashurisë së sahabëve të tij të nderuar, Ebu Bekrit, Omerit, Uthmanit, Aliut. Të drejtohet zemra jon drejt dashurisë së Ehli Beitit, që i ka dhënë rëndësi të veçantë profeti alayhis salam, por dhe Kur'ani famëlar në vetvete. Pra familjes së profetit sallallahu alaihi wasallam. Ti duash ata njerëz. Ti duash të gjithë ata sahabë të cilët sakrifikuan për këtë fe. Dhe dashuria jonë e sinqertë me ta është kthim sevapi për ne, dhe që me leje të Zotit meritojmë të lartësohemi në atë grad që ne Allahu të na bëj wa hasuna ulaika rafika, sa shoqëri e mirë që janë ata. Pra bësh dhe ti pjesë e këtij ajeti, vetëm me anë të njetit dhe marrëdhënies sinqert që e ndërton një marrëdhënie shoqërore. Prandaj tani do të pyesim, a do duam të jemi ne me këta njerëz në xhenet apo me këtë duam të jemi në xhenet, sepse kjo është e rëndësishme dhe këtu fillon themeli për të ndërtuar jetën tonë, me këtë do ta kemi ne marrëdhënie në jetën tonë të përditshme. Sepse është e rëndësishme të kuptojmë edhe orientimin që Allahu subhanahu wa taala na fton në shoqërinë që duhet të zgjidhim. Dhe në surën Tobe 119 thotë: "Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin." O ju besimtarë, drejtohet besimtarëve veçanërisht, keni frikë Allahun, jeni të devotshëm dhe rrini bashkë me sadikinat, me të mirët, me të sinqertët. Pra rrini me këto lloj njerëzish, që janë të sinqertë në marrëdhënie me ju, që e kanë çdo gjë vetëm për kënaqësitë e Allahut. Kjo është shoqëria që Allahu kërkon, sepse kjo do të shikojmë se sa mirësi të mëdha ka në ndërtimin e jetës së kësaj bote e lidhur ngushtë me botën tjetër. Njëherë, profeti alayhis salam i paralajmëroi shokët në lidhje me këtë tematik. Siç thotë Abu Huraira radhiyallahu anhu, tha profeti alayhis salam, njeriu është në fenë e shokut vet. Njeriu është në fenë e mikut të tij, prandaj secili le të shikoj me kë shoqërohet, të ketë kujdes me kë shoqërohet. Dalim për pragë fjala e urtë, thuaj me këri të them se kush je. Thuaj çfarë njerëzish shoqërohesh, të them edhe ti me kë shoqërohesh. Në një studim psikologjik që e kam dëgjuar nga një profesor psikolog që e kishte trajtuar si temë, ai thoshte që njeriu jetën e tij e ndërton në bazë të 5 shokëve që ka marrëdhënien e tij të përditshme. 5 shok janë shumë të rëndësishëm që ti e kalon ditën tënde. Ato 5 shok janë edhe treguesi i qartë se kush je ti. Dhe nëse ti ke 5 shok që elhamdulillah i ke me namazli dhe këta janë shokët tuaj që ti ke kontakte të përditshme, qoftë një mesazh në WhatsApp, qoftë i çon diçka për të qeshur, po e rëndësishme është që ai shok besimtar, ajo tregon një rëndësi të madhe që ashtu do të ndërtohet dhe psikologjia jote. Sepse ti nga këto 5 shokët në fund të ditës do të marrësh dhe do të japësh diçka që do të ndikojnë drejt për së drejt në psikologjinë tënde, në gjendjen tënde shpirtërore, në humorin tënd.
E nëse këta 5 shok do t'jenë shok për hatër të Zotit besimtar, dije që ja ke qelluar. E nëse këto 5 shok do t'jenë shok që gjëja e parë që ti bën me ta kur diskuton dhe flet, muhabet dynjaje, muhabet të cilat ty të largojnë nga përkujtimi i Allahut subhanahu wa taala, dije që edhe ti do të bësh harrakaq. Edhe ti do të harrosh përkujtimin e Allahut subhanahu wa taala. Sepse shoku i mirë të kujton për namaz, shoku i keq të harron namazin. Për shembull, kemi një elhamdulillah atmosferë shumë të bukur në masabahut që pim kafen, edhe më pëlqen shumë për shembull që ato vëllezër që janë përditshëm në sabah dhe ka raste që s'vin, dim tash me ora ku ta diun çfarë, punat lodhjet, por para se të shkojmë ke kafe në çfarë bëjmë, ose erdhi filani për sabat, ti bëjmë telefon se ndoshta nuk është zgjuar. Kjo është madhështore. Është shumë e bukur, sinqerisht, vallahi bilaj. Pra, ne shkojmë ke kafe atje dhe kush s'ka ardhur sot, Çimi, kush s'ka ardhur sot, Vini, Ariani. I bim telefon, çau fal sabahun. Sa herë bëjmë këtë gjë? Elhamdulillah. Është mirësi e madhe vallahi bilaj. Pra, të kesh një shok që ty të kujton ty, ti akoma domethënë je për gjumësh, ama i vjen mendje ti, pse? Sepse të do për hatër të Zotit merr në telefon. Është me të vërtetë madhështore. Lumë që i ka 2 shok të tillë, po inshallah që ka 5 dhe inshallah që ka më shumë. Është në begati të madhe vallahi bilaj. Lumë që e kupton këtë mirësi të kësaj shoqërie për kënaqësitë të Allahut subhanahu wa taala. Kështu që Profeti alayhi salatu sallam më pas do t'i jepte një përkufizim më të bukur dhe shumë një krahasim madhështor. Ka thënë shoku i mirë i ngjan atij që shet parfum në dyqan parfumësh. Shoku i keq i ngjan atij që punon farktar. Ky shoku i mirë që shet parfume, edhe po të foli diçka, edhe po s'tha diçka, vetëm se ti futesh dhe del nga dyqani i tij, apo vetëm se rri afër ti, sa i lyhet me parfum gjithë ditën, do të marrësh erë të mirë prej tij. Lere më pas të këshilloj, po vetëm trish në prezencë të tij, thotë do të marrësh erë të mirë. Shoku i keq i ngjan farkëtarit që hiç mos më thon gjë, vetëm se rrin afër ti, o do të djegi rrobën, o do të vi rroba era qymyr, e kështu me radhë, dhe ti do të marrësh erë të keqe. Do të ndikohesh, është kuptimi. S'don thotë profeti sallallahu alaihi wasallam, ti do të ndikohesh. Kështu që ti o përfiton nga shoku që ke, ose do dëmtohesh, do nuk ka midis. Është 100% e sigurt kjo, me argumentat e qarta nga Kurani dhe nga Suneti i profetit sallallahu alaihi wasallam. Po kush është tashmë rreziku i shoqërisë së keqe? Allahu i lartësuar në surën Furkan, ajetet 27-29, na tregon një ngjarje se sa e dëmshme është shoqëria e keqe, që jo të dëmton këtë botë, po të shkatron ahiretin. Dhe ajeti është konkretisht kështu: Wa yawma ya'uddu adh-dhalimu 'ala yadayhi yaqulu ya laytani ittakhadhtu ma rasuli sabila. Atë ditë thot zullumqari do të gafshoj duart e tij dhe do të thotë: sikur të kisha ndjekur rrugën e të dërguarit Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Dhe vazhdon dhe thot: Ya waylata laytani lam attakhidh fulanan khalila laqad adallani an adh-dhikri ba'da idh ja'ani wa kana shaytanu lil insani khadula. Dhe do të thot: mirë për mua. Është fjalë në ahiret kjo, e shënon Kurani. Mirë për mua, sikur mos ta kisha marr filanin për mik, shok, i cili mbasi më pat ardh argumenti për kujtimi i Allahut, ai mua më devijoi nga rruga e drejtë. Dhe shejtani e lë njeriu në baltë. Thënë ndryshe, ky shok është shejtan njeri. Ky shok është shejtan njeri, se ka bërë punë shejtanit. Kjo ngjarje konkretisht të dashur vëllezër ka zbritur për Ukbe bin Ebi Muajtin dhe Ubej bin Halefin. Ukbe bin Ebi Muajt e fton Muhamedit sallallahu alaihi wasallam në shtëpinë e tij, për fisnikrinë e tij, për personalitetin e tij, dhe i fton gosti, t'i jap ushqim. Profeti alayhi salatu wasallam i thot:
unë sa ushimin ta të thot nëse ti nuk dëshmon la ilaha illallah Muhammed Rasulullah. Dhe ky dëshmon la ilaha illallah Muhammed Rasulullah. Profeti ushqehet, diskutojnë, i jep ftesën e Islamit, i shpjegon Islamin, dhe ky ndikohet nga profeti sallallahu alaihi wasallam. Pranoi Islamin. Sepse kjo fjalë është e këtij, për këtë njeri erdhi ky ajet. Kur e merr vesh shoku i tij i ngushtë, Ubej bin Halef, shoku i ngushtë, më i miri për të. Ishin rrit bashk. Çfarë thot? Ti thot ke pranuar Islamin? Ti thot ke dëshmuar dhe ke pranuar Muhamedit sallallahu alaihi wasallam? E bëre këtë gjë dhe më tradhtove mua shokun tënd? Dhe ky justifikohet në fillim. Imagjino, po këtu kuptimi kush është? Sa peshë të madhe ka shoqëria, çfarë ndikimi të madh ka? Ka ndikim të madh në marrjen e vendimeve të tua. Ndoshta pa e kuptuar ti thash ajo peshë që ti rrethosh bëhet pjesë e psikologjisë tënde për t'i pa gjërat në atë sy. Dhe tha, nëse ti tha, je shoku im, siç thomi ne, me të vërtetë, ndo mua me sinqeritet, si shokun tënd më të mirë, ti do të shkosh dhe do t'i përshtysh në fytyrë Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Po nuk e bëre këtë, nuk je më shoku im. Ati, si thot ajeti, sa i kishte filluar të ndikohet, u përkujtua, dhe kjo justifikua që unë e thash shahadetin, jo se e besova, pra ideja aq shumë u ndiku nga shoku. Nuk e thash shahadetin se e besova, po nuk doja që një njeri fisnik të largohej nga shtëpia ime pa ushqim. Dhe thash për këtë thot, të hante ushqimin edhe për ta respektuar si një njeri fisnik, një njeri të besueshëm që ne e njohim. Thot, nëse ti nuk e përshtyr në fytyrë Muhamedit alayhis salam, ta marrësh pas fjalën që ke thënë shahadetin, unë thot, nuk do të jesh më shoku im. Dhe shkon dhe bën këtë veprim. E ofendon profetin sallallahu alaihi wasallam. E merr pas shahadetin dhe të dy do të vriten si qafira në luftën e Bedrit. Dhe ky do të thotë këtë fjali: a i mirë unë, mos ta kisha marr filanin shok që më nxorri në humbje mbasi më kishte ardhur mua udhëzimi. Dietarët thonë këtu kalon fjala filan. Filani është e përgjithshme. Dhe edhe pse ka ardhur ky ajet si shkak i zbritjes të ajetit për këto dy mushrik, fjala filan thonë është e përgjithshme dhe do të mbesi deri në kiamet, që çdo kush mund ta thotë fjalën filani mua më devijoi. Prandaj është shumë e rëndësishme që njeriu të ruhet pikërisht nga shoqëria e keqe që e largon atë nga e vërteta, edhe siç thuhet të çon në pendim të përhershëm. Pendimi i përhershëm do thotë kur të pendohesh më në ahiret, se këtë botë marrove punë. Po pendimin i përhershëm në ahiret do thotë zjarr përgjithmonë, sa atje nuk pranohet me pendimin. Dhe për shkak të shokut të vet, të ngushtë, ai dogji ahiretin edhe pse i shkoi pra njeriu më i dashur i Zotit mysafir në shtëpi, janë ndezja të dritën e besimit sadopak, por për shkak të shokut ai zgjodhi shokun, dhe nuk zgjodhi shokun më të mirë, Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Shoku i mirë nga ana tjetër është e kundërta e kësaj. I ngjan shoqërisë së profetit sallallahu alaihi wasallam dhe Abu Bekrit. Allahu do ta përmendi Abu Bekrin në Kur'anin famëlart si i njëri prej të dyve. Në surën Tobe do të kaloj kjo, ku bëhet fjalë që Muhamedi sallallahu alaihi wasallam më pas do të udhëtonte për në Medinë, që priti Ebu Bekri deri në fund, që i tha profeti alaihi wasallam, mos të nxitote emigrosh, se ndoshta Allahu do të japë një shoqërus të mirë. Kur i dha leje Allahu i lartësuar profeti alaihi wasallam të emigronte në Medinë, i dha leje të shoqërohej së bashku me Ebu Bekrin. Dhe kur futen tek shpella, që mcifen nga mushrikët, çfarë ndodh? Allahu do ta përmendi Ebu Bekrin si një nga të dy. La tahzan, inna Allaha ma'ana. Ebu Bekri e kapi shqetësimi. Sepse mushrikët shkuan deri tek shpella, ndërkohë Ebu Bekri po filloi të dridhej. Profeti e preku tha, mos u pikëllo, mos u tremb, Allahu është me ne. Dhe aty në ajet thotë dhe i ndihmuam ne nga një ushtri që nuk e shikonin. Çfarë ndodhi? Allah urdhëroi mirimangën
të bëj rrjetën në kohë rekord, një plumb aty me folen e vet. Dhe kur shkuan ata, siç thotë Abu Bekri, po të ulshin pak kokën, do të na shikonin këmbët. Po kur e pan rrjetën mirëmangës, sa këtu s'e shfut njëri dhe kjo duket rrjetë shekullore. Dhe thuhet, shpjegimi i kësaj, shikos shoqërinë e sinqertë. Allahu i lartësuar shoqërisë së sinqertë do t'i japi qetësi, do t'i japi mirëkuptim, do t'i japi shoqërim, nuk do t'a lë kurrë në baltë. Do t'jetë me të edhe momentet më të vështira. Aty do t'i rike koka, do t'a këshilloj për të mirë, do t'a qetësoj nga i dhërimet që do të ketë. Po kush e bën këtë? Shoku i sinqertë që do për hadër të Allahut subhanahu wa taala. Po ashtu ka një pasojë dhe një skenë tronditse që e përshkruan Allahu i lartësuar në surën Safat, nga ajeti 51 deri tek ajeti i 57. Dhe këtu bëhet fjalë në këtë formë për një shok tashmë që ka shpëtuar për fije floku nga shoku jo besimtar. Kanë qenë shok në këtë botë, ai aty është në xhenet, e shef shokun e vet në xhenem dhe i drejtohet dhe thot për pak thot desh me devijove. Dhe këtë e përshkruan Allahu në surën Safat. Dhe thot, për e tyre njëri flet në xhenet dhe thot, unë kam pasur thot një farmiku që thoshte, a je ti prej atyre që besojnë se kur t'jemi të vdekur, t'jemi bërë edhe eshtrat kalbur do të shpërblemi për veprat tona? Ai besimtari në xhenet thot, a vini ju ta shikojmë, thot, kush shoku im? A vini ju ta shikojmë? Ai e shikon dhe e shef mikun e tij në mes të xhehenemit. Dhe thot, betohem në Allah, për pak thot më rrezove dhe mua në xhehenem. Për pak më rrezove në mua në xhehenem, sepse ky i futi farën e dyshimit. A beson dhe ti? Bëj fjalë, në tefsir shpjegoi kështu, ishin dy shok që në bazë të një tregtie fituan, si më thën, 30 monedha njëri, 30 monedha njëri. Ky që ishte besimtar në Allah, shpjegohet ose kanë qenë dy thot për Beni Izraeleve, ose kanë qenë dy thot nga Mekasit. E jepte në këtë formë. Ky që ishte besimtar të 30 monedhat i dha fisebilillah. I dha sadaka. Kurse tjetri me 30 monedhat blevi pasuri. Kuaj, deve, shtoi mirësinë e kësaj dynjaje. Dhe për shkak se e pa shokun e vet që gjithë mundin e vet e hodhi kështu, pa të keq i tha, ç'a bën tha? Me të vërtetë atij e sakrifikon pasurinë tënde se beson se do të ketë ringjallje. Ndërkohë ai shpëtoi për pak thot dhe e kërkoi këtë shok ditën e gjykimit dhe e pa në mes të xhehenemit. Thot vallahi thot për pak thot më morë me vete. Sa e rrezikshme pra është kjo atmosferë shoqërore, sepse të fut fitnen, të fut përçarjen, të fut dyshimin. Sepse je automatikisht një njeri që ndikohesh nga rrethi ku jeton. Edhe do ta përpunosh do atë fjalë të keqe. Dhe Allahu i tregon këtë shembull në mënyrë kaq të bukur që ne me të vërtet Allahu subhanahu wa taala tregon fundin e ngjarjes. Tregon fundin e ngjarjes, që ti të kuptosh se si është fundi. Që të dish që mos të futesh fare në fillim në ato rrugë, sepse kur ti e di fundin e një rrugë, pse ti hysh asaj valleje? Njeriu jo po kam besimin e fortë, jo po unë do i kthej ata në rrugën e drejtë, po ishe një kashi shumë, je me probabilitetin më të madh që ata të ndikojnë kashi teje. Kështu shohim pra që shoku o të çon në xhenet, o të çon në zjarrin e xhehenemit. Prandaj për ta përmbyllur dashur besimtar, duhet kemi kujdes në zgjedhjen e shoqërisë, me kë jetojmë, me kë e kalojmë ditën, me kë kemi komunikim të përditshëm. Islami thot, gjini shok të sinqert, mbani fort, mos i lëshoni ato. Shokun e sinqert duaje për atë të Zotit, mbaje fort, është mirësi, nimet për Allahut subhanahu wa taala. Sepse të përkujton Allahun, të përkujton të dërgumin e tij, të tërheq nga hutia, të sjell
në rrugën e drejtë kur ti e ke nevojën, vetëm ai që është i sinqert e bën këtë gjë, që do për hatër të Zotit. Ai që e ka në marrëdhënie me dynjan me ty dije që ai po të pa që po bie e do të fusi shelmin mbas shpine. Këtë nuk e bën besimtari i sinqert. Dhe duhet me kërku pra shok, miq që neve na afrojnë me Allahun subhanahu wa taala. Dhe nëse këtu dham rastet në Kur'an që këta ishin shok që e çun njëri tjetrin në xhehenem, profeti alayhis salam na ka përgëzuar që shokët e sinqert që e kanë dashur njëri tjetrin për hatër të Zotit në këtë botë, do ta nxjerrin njëri tjetrin nga zjarri i xhehenemit. Dhe thot profeti sallallahu alaihi wasallam, do të jenë xhenetlit në xhenet, në mirësi, në begati, dhe Allahu do t'ia çojë mendjen e tyre. More po filani që e kemi pas në mesin ton, kemi fal namaz bashk, kemi agjëru bashk, pse se shohim xhenet? I thonë Allahu subhanahu wa taala, o Allah, po filani ka qenë me ne. Dëshmojmë që i ka qenë besimtar, por ai sipas transmetimit e ka rënduar peshorën e veprave të gabuara, gjunaheve. Edhe në këtë formë ka merituar të dënohet në zjarrin e xhehenemit. Por duke ju kujtuar Allahu shoqërisë së tij, do t'i bën shkak shokët e tij të bëjnë shefaat, ndërmjetësim tek Allahu. Dhe Allahu do t'i thotë, shkone merr në shokun tuaj, nxjerrni nga zjarri i xhehenemit. Dhe për këtë fakt ka transmetime që do t'i marrin njerëzit shokët e tyre për hatër të Zotit, edhe do të ngrihen në grada. Ti si shok mund ta meritosh gradën 2, një njeri që ti e ke dashur për hatër të Zotit, është një gradë më të lartë, ai ka të drejtë të ndërmjetësojë të marrë tek vetja. Kjo shikohet edhe në marrëdhënien familjare, prindi e gjitha me radhë. Kështu, për ta mbyllur me këshillën e fundit, duhet kujdesur shumë me kë shoqërohemi, por edhe duhet të kujdesemi shumë me kë na shoqërohen këto zogjtë e vegjël të përpara. Fëmijët tanë, mbi të gjitha. Por ama, duhet dimi gjë. Atmosfera, komuniteti që ne përpiqemi ta ngrim me mund, me sakrifica, me kontributin ton fizik monetar, që kjo xhami të qëndroj, të vazhdoj lartësimi i fjalës Allahut lartësuar, siç e pamë elhamdulillah dhe sot, shokët që shoqërohemi do të shoqërohen dhe ata me njëri tjetrin. Dhe fëmijët do të shoqërohen me shokët e babës dhe shokët e nënës, shoqjet e nënës. Me ato fëmijët që rriten. Dhe kështu ne shikojmë se sa e rëndësishme është që ti bën një komunitet të madh që i bën ballë pastaj sfidave të jetës. Dhe kjo pastaj elhamdulillah është një nimet dhe mirësi e madhe për Allahu subhanahu wa taala, që lut Allahun e lartësuar të na shtojë të sinqertë të rreth e qarknesh, të na bëj për atyre që Ibrahimi alayhis salatu wassalam u lut për djalin e tij Ismailin. Waj'al af'idatan minan nasi tahwi ilayhim. Kur i la në mes të shkretëtirës Haxherën dhe Ismailin, u lut, o Allah, çoj pranë tyre njerëz të cilët janë të mirë, që janë të sinqertë në zemrat e tyre, që t'i ndihmojnë, që të jenë për krah tyre. Dhe ne dim shumë mirë që me të vërtetë Allahu i lartësuar çoi tek Ismaili dhe Haxherja një fis që kërkoi leje për ujin e Zemzemit, ta përdorim neve, sepse po t'ishte për njerëzve zullumqar edhe mund t'i vrisnin. Gjetëm ujë është i joni. Aty tregohet interesant, shkuan njerëz që edhe pse ishin dy veta aty, një grua dhe një fëmijë i vogël, i kërkuan leje. A mundemi ta përdorim dhe ne ujin tuaj? Dhe aty më pas fillon dhe zhvillohet civilizimi i Mekës së sotme. Vetëm prej duas që të shoqërohemi me miq të mirë, miq të sinqertë, Allahu i lartësuar na bëft jemi miq të mirë, të sinqertë, ne kashit e tjerëve, por edhe bëft që njerëzit që ne na rrethojnë të jenë të sinqertë dhe të kemi marrëdhënie vetëm për hatër të Allahut subhanahu wa taala. Wa aqulu qawli hadha wastaghfirullah li wa lakum. Amin walhamdulillahi rabbil alamin. Allah shpërblet dhe juve.